Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimet, lavdërimet i takojnë Allahut fuqiplot. Përshëndetjet, oratat, bekimet ja dedikojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër të pranishëm, sot me lejen e Zotit do të flasim për një temë që i referohet qetësisë shpirtit. Këtë njerëzit në botë, pa dallim moshës, pa dallim gjinis, pa dallim profesionit, pa dallim besimit, pa dallim botë kuptimeve që mund t'i kenë për këtë botë apo tjetrën, të gjithë janë kërkim të jetës të lumtur. Allahu xhaleshanu në Kur'an lumturisë i referohet pikës së parë si qetësi shpirtërore. Allahu në Kur'an kuptimi i ajetit, ajo është që në zemrat e besimtarëve dhuroi qetësinë për ta shtuar ata bindjen në besimin e vet që kishin. Pra Allahu xhaleshanuhu që qetësi shpirtërore e llogarit si dhuratë për besimtarët. Pra Zoti është ai i cili e vendosi qetësinë shpirtërore në zemrat e besimtarëve që atyre t'ju shtohet edhe më shumë bindja besimin Allahun xhaleshanuhu. Nuk ka lumturi në botë pa qetësi shpirtërore. Pa kon njeri i qetë në shpirt nuk mundet me kon i lumtur. Njeriu mundet me ster ngarku trupin e tij, epshet e tij, dëshirat e tij, pasionet e tij, me kërkesat që i kanë, po nëse nuk e ka ushqyer shpirtin e tij, atëherë ai padyshim se nuk do të jetë në asnjë moment nuk do të jetë i lumtur. Një mjek amerikan, një prej shkrimeve të tij, thotë kur isha i ri, e bona thotë e përpilova një tabel për të mirat e jetës, në varfër me cilat llogaritën që gjonat dhuntit më të mëdha të jetës. Thot, u bazova në atë që mendova që njerëzit kanë nevojë më shumë. Thot, në tabel e vendosa, thot, kështu në vijem, e vendosa në anën parë shëndetin. Pastaj thot, e vendosa shurinë. Pastaj thot, dhuntin, pastaj fuqinë, pastaj reputacionin. Thot, pasi që e formulova këtë tabel, thot, ja paraqita një njeri turt, i cili e shiqoi tabelën me vëmendje dhe po ja analizon fjalët që i kum shkruan. Tha, djalosh, tabelën e ke formulu mirë, bukur e ke formulu, mirë po tabelës tonë i mungon diçka që është shumë e rëndësishme. Tha, morë një laps, edhe çka i boni, tha, ma vendos, këtë ato çka kum shkruani i ra një X të madh. Tha, dhe ato kryt tabelës, tha e shkrujti këtë fjali, qetësia e shpirtit. Çka ka mas shumë të nevojë njëri? Kretë tha këtu janë të mira, po i rojëks. Tha dhe si për tyre vendosi shprehjen qetësia e shpirtit. Kretë këtu që ka na i përmenëm, apo ky doktor që ai ka shkruar janë të rëndësishme. Po kur njëri nuk ka qetësi në shpirt, atëherë ato nuk kanë efekt. Sepse qetësia e shpirtit është dhurata më e madhe që Zoti i jep një të zgjedhurit e tij. Zoti të zgjedhurit të vet ju jep qetësi shpirtërore. Tjerëve mundet m'ju thonë, nuk i bën dallime, pasuni, edhe të mirit, edhe të keqit, edhe atij që është i udhëzuar, edhe atij që nuk është i udhëzuar. Pra këto gjëra tjera edhe shëndetin më jep edhe atij edhe këtij, ama kur jemi te qetësia shpirtërore, Zoti qetësinë shpirtërore ja jep vetëm një njeriu i cili ju ka nënshtruar dhe i ka besuar Zotit. Pra qetësia shpirtërore është pasunia më e madhe që e ka njeriu. Kur thojnë se nuk ka lumturi pa qetësi shpirtërore, tani do të më formuloni një fjali tjetër. Nuk ka qetësi shpirtërore pa besim. E kuptoj zinxhiri. S'ka lumturi pa qetësi shpirtërore. Nuk mund të ketë qetësi shpirtërore pa pas iman dhe besim. Qetësia e shpirtit pa dyshim se është një burim i parë i lumturisë. Po ka vjen ky burim, atëherë kur na e gjurmojmë e shohim se ky vjen prej kjo qetësi shpirtërore, pra ky burim i parë i lumturisë vjen kur njeriu e beson Zotin një taman, i nënshtrohet atij dhe pranon plan programin e tij që jetën me bë sipas plan programit të Zotit. Pra, qetësia që na po e përkthejmë, qetësia shpirtërore është fryt i asaj pemë që vazhdimisht i jep frutat e saj
e që këllej pëme ka emnin pëme imanit dhe besimit. Sa ma shumë që e ujitim pëmën e imanit dhe besimit, do të vjelim fruta prej saj. E fruti kryesor i saj kur njeriu është i qetë në shpirt, pa marrë parasysh rrethonat, pa marrë parasysh faktorët, pa marrë parasysh ngjarjet dhe ndërdhit që ato apo jetën e tij e shoqërojnë. Allahu xhaleshon e ka përshkruar në Kur'an këtë qetësi shpirtërore, kur ka folur për pejgamberin ton Muhammedin alayhis salam në rastin e imigrimit të tij shpërnguljes kur ka bëu hijret prej Mekës në Medinë. Allahu në Kur'an i është dedikuar kështu thonë, nëse ju nuk e ndihmoni pejgamberin, ju ka drejtu kuj, njerëzve për rreth, njerëzve të tij, atë e ka ndihmu Allahu kur ata që nuk besonin e nxorën atë vetë dytin. Me kanë ka qenë ai, me Abu Bekrin, thot kur ata të dy ishin në shpellë, kur po i thoshte shokut vet, la tahzan, mos u pikëllo, mos u frigo, inna Allaha ma'ana, Allahu është me neve. E dini kur pejgamberi Muhammedi a.s. ishte në shpellë, gjatë rrugtimit prej Mekës në Medinë fshehet, aty pranë shpellës arritën pabesimtarë cilët po e kërkonin kokën e pejgamberit a.s. Dhe kishte ndarë çmime shumë të mëdha. Kush e zën pejgamberin? Në atë moment Abu Bekri, që ishte shoqëruesi Muhammedit a.s., i cili mund të llogaritet trimi më i madh pas pejgamberit a.s., sepse ai e mori guximin që me shoqënu pejgamberin a.s., sepse me shku me ta me migru nuk ishte me marrë shpërblim. Kuptimin e dunjas në shpërblim, po ishte mas pari me rreziku veten se mundesh me vdek. Pa Abu Bekri ishte i vetëdijshëm për këtë. Dhe kur u afruan pa besimtar të shpella, Abu Bekri tha pejgamberit, tha ja Rasulullah, sikur ata të shiqonin të këmbë të tyre, kpucat të tyre ata me shiqu do të na shenin. Që shpellë thjesht ishte. Atëherë në këtë moment, këtë frikë Abu Bekri nuk e kishte për vete, po e kishte për pejgamberin a.s. Sa ishte i bindur që pejgamberi simbolizon kauzën islame. Ai është profeti i fundit. Sikur atë do të na mbysnin islamin do të merr fund. Kështu ishte logjika e Abu Bekrit. Pejgamberi a.s. në këtë rrethon, shiqa kur Zoti ja ka çetsu shpirtin. Tha pejgamberi sa më tha Abu Bekrit, la tahzan, mos u shqetëso. Inna Allaha ma'ana, Allahu është me neve. S'ki nevojë më mërzit, s'ki nevojë më frigu për këtë, sepse Allahu është me neve. Pastaj pejgamberi sa më kishte thonë, o Abu Bekr, çka mendon ti për dy persona? Kur i treti prej tyre, shoqëruesi i treti i tyre është Allahu. Çka po mendon na dy jena vet? Allah është me neve. Kur Allah është me neve nuk ka fort as që na sheh, e as që na nënçmon, e as që na për ul, e as që na mund. Problemi sot njerëzve në përgjithësi në botë është sepse nuk e kanë këtë bindje se me ta është Allahu. Kur njeriu është në rrugën e Zotit, atëherë duhet ta ketë këtë bindje se Allahu është me ta. Dhe kur është Allahu me ty, atëherë nuk ka kush çka me të bëjë. Shkaqet e qetësisë shpirtërore të besimtarit. Dikush mundet me thonë, pse është besimtari ai personi që e meriton qetësinë shpirtërore përpara tjerëve? Pse mos me gjetë njëri qetësinë shpirtërore të shkenca, të kultura, të filozofia, të arritjet teknologjike, kur dihet që krejt këto çka i përmenda, ja kanë lehtësu jetën njerit, apo? Ja kanë bën jetën njerit më komode, më të lehtë, më të mirë, kushtimisht. Dhe pyetja është normal, njeriu bën këtë pyetje. Pse me meritu qetësinë shpirtërore besimtari përpara dikujt që nashta nuk beson, po ja është shkencëtar, ja është filozof, ja është pioner në aspektin e teknologjisë, apo i posedon shkaqet e teknologjisë që mundon ato me ja bëni jetë më të kallajshme dhe më të lehtë. Kjo pyetje është shumë e rëndësishme, por njeriu kur e bën këtë pyetje, nuk dohet me harru prejardhjen dhe origjinën e njerit. Njeriu është përzierje në krijimtarinë e tij prej dy elementeve, nëse mundon të them. Prej dy gjanave. Njeri është element, realisht është materie, e tjetri ka të bëjë me shpirtin. Çka është njeri? Njeri është baltë e përzine. Po me çka është përzi balta? Për më bon njeri.
me sekretin që ka ardhur prej Zotit, ajo shpirti. Këtë pyetje që e bojnë njerëzit fokusohen vetëm kur e shohin njerin si materie. Nëse njeriu do të ishte vetëm materie, unë do të pajtoja që me këtë konstatim të atyre njerëzve ose këtë pyetje që e bojnë. Por esenca e njeriu është se njeriu është qeni e ndërlikuar. Njeriu nuk është veç trup, apo në veç mish. Njeriu është edhe diçka që është përtej kësaj dhe më e rëndësishme se sa kjo, e me cilën njeriu dallohet prej krijesave tjera, që është më e veçanta, pra njeriu është shpirt. Përderisa njeriu është shpirt, njeriu ka diçka që nuk është e kësaj bote. Po njeriu ka një vakum, një zbrasi, që nuk mundet m'ja plotsu as shkenca, e as nuk mundet m'ja plotsu atë zbrasi, as teknologjia, e as filozofia, e as kur gjë tjetër që ka të bëjë me këtë botë. Pra njeriu ka shpirtin dhe njeriu ka nevojë për një lloj ushqimi të shpirtit që është besimi, Zoti do ta shoh. Pse besimtari e meriton këtë qetësinë shpirtërore për cilën po flasim na? Mund të jetë i varfën, mund të jetë me plot telashe dhe probleme, mund të jetë flakën e luftës, sprovat më të mëdha, por është i kënaqur me caktimin e Allahut. Ka këtë qetësi shpirtërore. Sepse elementi i parë për cilën sot do të ndalna, përgjigjja e besimtarit ndaj thyrjes së natyrës njerëzore. Pra besimtari i përgjigjet natyrës njerëzore. Allahu në Kur'an kur flet për këtë lloj natyrshmërie njerëzore thotë fitrat Allahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Thotë Allah, kjo është natyrshmëria në cilën Zoti ka krijuar njerëzit. Natyrshmëri, cilën Allahu i ka krijuar njerëzit. La tabdila li khalqillah. Nuk ka ndryshim të krijimtarisë Allahu xhallahu xhallahu. Por natyrën njerëzore, sikur Zoti don më na thonë neve, ekziston një hapësirë apo një vakum, një zbrasi, cilën nuk e mbush as shkenca e as filozofia, por vetëm besimi tek Allahu. Pa dyshim, nuk do ta gjej as qetësinë shpirtërore, as lumturinë, po as të vërtetën dhe akoma më keq as edhe vetveten njeriu nëse nuk beson Allahun xhallahu. Çka ka thënë Allahu në Kur'an? Wala takunu kalladhina nasu Allah fa ansahum anfusahum. Pra njeriu që nuk e ka këtë besim, ai as nuk e gjon që qetësinë shpirtërore për cilën po flasun sot, as nuk e gjon lumturinë me termin që është i njohur mesin e njerëzve, po as nuk ka me gjetë vërtetën rrugën e Zotit, po njeriu nuk ka me zbuluar as veten e tij. Nëse nuk e ka gjetë çet rrugë për cilën apo flasmi, e për këtë Allahu në Kur'an thotë mos u bëni se ata cilët e harrun Allahun, e Allahu i boni që ata me harru veten e tyre. Pra sikur Zoti do më na thonë neve, një njeri që do me jetu pa Allah, ai njeri kur s'ka me gjetë veten e tij, ai ka problem tani edhe me vetveten. Imagjinoni një njeri i cili jeton pa gjetë veten, pa njoft veten. Qysh ka mundësia i njeri me qenë i dobishëm për shoqërinë, për rrethin, për familjen? Si ka mundësia i njeri me konë kur ai është në luftë me veten, se ka gjetë hala veten e tij? Për që ta ka ardhur në transmetim, men arafa nafsuhu faqad arafa rabba, ai që e njeh veten e ka njoft Allahun. Sepse njohja e vetvetes është çelës që njeriu me dal prej dimensionit vetes tij dhe me pa diçka dhe më larg, pra me pa ato për cilën Allahu xhaleshanu njeriu e ka krijuar. Pra njeriu si i tillë, pra është një krijesë e cila, si tham, është e përzirë mes materjes, baltës, lloqit, anës materiale, dhe përveç kësaj është edhe i përzin me frymën hynore apo shpirtin që i ka ardhur prej Zotit. Ibn al-Qayyim al-Jauzi, Zoti e mëshiroft, kur flet në lidhje me këtë, thotë zemra ka disa çrregullime, shën e ka një fjali shumë të mirë, thotë cilat nuk mund të riparohen pa kthyer njerit te Allahu. Zemra e njerit që simbolizon realisht anën e mbrëmshme të njerit, thotë i ka disa çrregullime. Nuk mundet të riparohet ato pa kthyer njerit te Allahu. Pra zemra ka një lloj gërsire që zbutet vetëm se me Allahun, me besimin në Allah. Një dëshpërim nuk mundet me largu njeri përveç se me kënaqësinë e njohjes Allahut. Njeriu kur nuk mundet realisht edhe shqetësimet që i ka mi mposht vetëm se duke ju mbështet Allahut xhelle shanuhu. Po ka disa njerëz që adhurojnë më shumë se një Zot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
që quhen politeist, besimin shumë zotra. Kjo ka qenë në kohën e kuj, kohën e pejgamberit alayhis salam, por kjo ekziston edhe sot. Njerëz të cilët thonë unë na besojnë në Zot, po besojnë në shumë zota. E këta zotat e tyre, Allahu xhallahu na ka pru një shembull shumë interesant Kur'an. Nëse i pyet ata, edhe ata që besojnë shumë zotra, nëse i pyet, kush e ka kriju qiejt edhe tokën? Kush i nështroi njerëzimit diellin edhe hanën, me kanë shërbim të njerit? Ata do të thonë Allahu. Pra nuk mjafton njeri me thonë vetëm unë e besoj Zotin, një Zot. Ti do të me koncepti besimit do të me qenë i qartë. E në përfundim të këtij ajeti, Allah thot e si prapsoheni pra. Pra Zoti ju flet atyne, ju përderisa pe pranoni që qiellin edhe tokën edhe gjithçka kozmosin e ka kriju Allahu, e si ka mundësi ju më kthy tash në adhurim me adhuru dikant tjetër përveç Allahu xhaleshan. Një autor i cili është merr me studimin e popujve, e ka një fjali shumë të mirë në një prej libra të tij, thot kam gjetën histori thot. Tash flet për besimin në Zot. Thot kam gjetën në histori qytete pa pallate. Dhe që gërmojnë, thot pa uzina e pa kombinate, pa fabrika. Thot për kur pa vende adhurimi. Këtë qytetet e vjetra që kanë ekzistuar. E kanë pas aja që është quajtur si vend adhurim, pra të gjithë popujt historikisht ka ekzistuar besimi. Natyrisht që besimi ka qenë të disa i drejt, të disa jo i drejt, po si besim ka ekzistuar. Shtrohet pyetja pse? Sepse është natyrshmëri